Klevjo Buza 44 pranga. Une nuk menoj që ka ose ka pas ndonjëherë një laps ma intelektual në hip-hop skenën e Shqipnisë. Menoj që lapsi është pika e vetme e fortë e tij, njerëzit e ngojnë shumë për shkak edhe të karakterit edhe të imazhit që e kanë ndërtu jashtë muzikës, kanë qenë mirë dokumentuar publikisht krejt zhvillimet rreth jetës së tij, edhe që kjo ka ndikuar me kriju një fanbazë lojale për veten edhe në muzikë. Fansat i ka tepër të zëshëm, far presioni konstant më kanë bo qëto 7 ditë e fundit prej që ka dalë konga me i bo react, do me thonë, am shkruajshin komente, am qëshin mesazhe në TikTok, Messenger kanë shkru 3-4 veta. S'fundmi Klevjo është ekstradu prej Dubajit, ku ka qenë duke qëndru si arratisun nga autoritetet shqiptare, cilat e kërkonin për 2 vepra, për ndjekje ndaj noizit edhe një vepër tjetër, fol tashte komunikimit mirë mes zyreve të Interpolit të 2 shteteve, edhe është kthy në Shqipni ku po qëndron burg e ku me gjasi është leju me pas akses në studio të improvizume prej ku edhe e ka bo këtë kong. Nëse jetu hite Klevjo me lyp sound, me lyp vlera produksioni ose kreativitet extra në production, delivery të veçantë, nuk është adresa e duhur për ty. Mirë po, nëse po lyp sinqeritet, përmbajtje lirike, zbërthim intelektual të depresionit, kisha me thonë, Klevjo e kryen punën që dohet për juve. 44 pranga e bjen pikërisht ato që ka presin njerëzit prej Klevjës, shtjellën problemet e tij me ligjin, qëndrimin në Dubai edhe sfidat e jetës tij romantike duke qenë person në kërkim. Kështu nuk menoj që është filxhani i çajit për krejt për juve, për fshirë edhe mu, amo definitivisht Klevjo është reprezentimi ma i mirë nga Shqipëria i hip-hopit poetik. Mu personalisht më duket që muzikën edhe shkrimin e ka mekanizmin e vetëm të ventilimit emocional, 100 mangësi mund është me ja gjetë nëse jetu ja lyp, qoftë në ekzekutim, mund është let me ja evidentu limitet në flow, bile edhe në mënyrën që ndërtohet struktura e kongve të Klevjës. Mirë po, rrallë ose kur mund është me gjetë për mbajtje, ma të zhveshëm prej egos, ma të drejt për drejt edhe ma të filtrume prej realitetit dë vetë, shtirë që e ka. 44 pranga nuk menoj që është kong për me të pëlqy ose mos me të pëlqy, është treg që njofton me një personazh, me një karakter dhe një realitet një personi ose ditarit personal të një personi që nuk po kalon në për një jetë të rëndomt. Është shumë interesant me reflektu mbi Klevjon si artist edhe si personazh mediatik, pasi është shumë kontradiktor, kështu kur e njeh si figurë publike kaotike që ka qenë në TikTok. E të njëjtën kohë kur e nin muzikë, në kong shkruan me pjekuri enorme, sikur e ka pranu veten çashtu qysh është edhe e ka kuptuar që jeta e tij kur s'ka me qenë normale ose të paktën çashtu ma jep mu përshtypjen. Unë nuk e shoh Klevjon shumë si reper, as si artist në kuptimin komercial të fjalës, mu m'duket thjesht një laps me ndikim, dashto mas dashto me pranu. Tjerë detyrohen me shpike me egzageru dramat jetës reale, ndërkohë te Klevjo thjesht e shep për shkrimin e jetës të vet. Qika që pej me njerëz mos harroni, te Pozhegu Brothers i keni ofertat më të mira të patundshmërisë, është sponzori jam general, qoftë shtëpia, qoftë banesa, vizitojeni pozhegubrothers.com.